Me zvapos përvoluese të korrikut, fermerët e Dumres janë në kulmin e punëve në arat me duhan, një kulturë tradicionale që po rikthehet sërish në këtë zonë, e nxitur nga kërkesa e tregjeve europiane, por që këtë vit po vihet në provën nga mungesa e ujit. Në fshatin Dushk të Belshit, Natasha Muçe e kultivon duhanin prej 7 vitesh. Për familjen e saj ai mbetet burimi kryesor i të ardhurave. Jam viti për vitin në 5 lym. Si është prodhimi këtë vit? Pak më ndodhe nga vitet e tjera. Pse ndodh kjo? Athatësira. S'ka rënë shi. Torë zonat e ka kapur në pak shi këtu të në iqë. Ju vuani nga mungesa e ujit? Po, vetëm ujti. Asë gjë tjetër nuk muan. O kërkur me vite, po nuk ka dhe, duan kanale, duan shumë punë. So është një zonë që është kodër këtu ku jemi ne dhe kanalet janë më ullët. Nuk mund të arriju vi ujti. Kërkon shumë punë. Pavarësisht kujdesit dhe trajtimeve kundër sëmundjeve, pa ujë prodhimi është i vështirë të ruajë të njëjtin nivel me vitet e mëparshme. Agronom nuk kemi, por agronomi firmës, çdo rast që bie shi, na njofton nëpërmjet telefonit që mas këtij shi duhet ta bëni me të spërkati që rekomandojnë atana. Për 5 hektar që mbjellti sa prodhon? Par vjet ka qenë viti më i mirë. Se kemi pas 5 lym dhe kemi arritur të gati 11 kujtale ca duhan. Nëse tani nuk e dim se është tatësire madhe. Krahas kushteve klimatike, fermerët përballen edhe me një tjetër vështirësi, mungesën e fuqisë punëtore. Emigracioni ka lënë më pak njerëz në zonë, ndërsa punët në arat me duhan kërkojnë shumë krah pune, veçanërisht gjatë sezonit të vjeljes. Janë larguar njerëz në emigracion dhe janë më të pakët punëtorët. Sa do që mirën, po janë më të pakët. Si ja bëni ju? Me të ndihmojmë njëri tjetrin. Me paguat 30.000 lekë dita. Dhe prap nuk ka? Nuk ka. Pavarësisht vështirësive, kërkesa për duhanin në tregjet europiane po mban gjallë interesin për këtë kulturë. Sipas fermerëve, në Dumre prodhohen rreth 50 ton duhan në vit, pjesa më e madhe të cilit eksportohet.